Keni deklaruar se Berisha ju rrethoi banesën. Çfarë ndodhi konkretisht? Shiko, njeriu e ka shumë thjesht për të konstatuar një ndryshim që ndodh në banesën. Sigurisht, kur ndodh... Pra, njeriu kur ka vite që është president, e din fare mirë sa njerëz ndryshimi bie me njerëz sy. Sa njerëz shërben, si shërben. Aty filloi, domethënë, një situatë e një ndryshimi drastik. Shumë njerëz, 2-3 fish njerëzve, një kontroll i çdo automjeti. Hynte te ty? Patjetër. Shtëpia? Te kompra, unë kam banuar gjithmonë në banesën tim private, nuk kam qenë në rezidencë shtetërore. Domethënë... Dhe pastaj edhe... Shiko, fatmirësisht deri më sot, fatmirësisht nuk kam vuajtur nga asnjë lloj doze paranoje, po ju jap një situatë reale. Situata reale ishte vërtet e çuditshme, domethënë. Një rritje e numrit të atyre që shërben në ty dhe mënyra e sjelljes, kontroll, shënimi gjithçkaje, pra gjë që s'kishte ndodhur përpara. Kjo ishte një diferencë në mënyrën e komportimit tyre. Po më thoshte e bënin sikur të ruanin, domethënë të ruanin ty më shumë se ç'duaj. Po jam unë personalisht nuk e kisha problem, sepse kam qenë natyrë sportive gjithmonë. Unë se kam pasur problem ndonjëherë. Por krijuan një klim të panevojshme. Sa kohë mbeti kjo? Rrethimi i shtëpisë dhe këto? Nuk mund ta them eksaktësisht, por vazhdoi. Vazhdoi një goxha kohë. Vazhdoi. Por mos kisha problem. Jashtë mureve të shtëpisë. Zoti Topi, ju jeni një nga njerëzit që e di më mirë se shumë kur se çfarë ka ndodhur me 21 janar. A është 21 janari një krim shtetëror? Berisha tha po një krim shtetëror për padashje. Shiko, unë e njoh 21 janarin nga pozicioni im institucional. Nga ndërtesa përballë. Po atë ngjarje në përgjithësi e njohin shumë mirë. Tani e njohin shumë njerëz, e njohin shumë institucione. Megjithatë unë kam specifikat e mia si ish kryetar i shtetit në atë periudhë. Dhe patjetër kam pasur mundësinë, por edhe kurajën që të them ato të vërteta që di unë rreth pozicionit tim, nga i pozicion. Duke parë, sikur se thash, që mjeshtrat që din të modifikojnë të vërtetën nuk meritojnë që t'i lesh gjatë. Se ndryshe bëhet e vërteta atyre, s'është më e vërteta jote. Për këtë është shprehur patjetër gjykata e Strasburgut dhe së fundmi e ka pranuar edhe vetë ish kryeministri duke thonë që vrasje shtetërore, por ai në thojza ka thonë nga pakujdesia. Pra është një çështje e interpretimit nga ana e tij. Po këtë ka thënë gjykata e Strasburgut. Unë i referohem çka ka thënë gjykata e Strasburgut. Pra 21 janar është një krim shtetëror. Kështu ka thënë Strasburgu, po. Dhe Berisha e thot. Po e ka thënë patjetër. Por në variantin e tij, po që ka ndodhur thotë padashje. Strasburgu nuk e ka, me sa diu, nuk e ka specifikuar, e ka konsideruar, po, sepse i kalon hapësirë hetimit të mëtejshëm nëpërmjet adresimit që i ka bërë gjykatës lartë. Gjykata e lartë e ka adresuar Spakun dhe Spaku po heton. Pra, zoti Topi, ju definitivisht për këtë problem. Ju keni idenë që mund të ketë drejtësi për këtë 21 janarin, apo se ngjarje të tilla shpesh edhe në botë mbeten në kalendat greke. Harohen. Unë jam i prirur të them po. Do ketë këtu aty. Nuk mund të them kurrë jo. Se ndoshta edhe të dy palët kanë probleme. Edhe në rast se kam unë... U bë deputet, një gardist nga më të frymëzuarit aty, u bë deputet i Partisë Socialiste. Shiko, kur unë thash që duhet një hetim 360 gradë... E theat, qartë. Duhet. Pse? Ore, kush ishin protagonistët e 21 janarit? Kush ishin? Them për protagonistët politikë. Qartë. Kush ishin? Sepse më ngjan pastaj ti bi kujt i bi është një shprehje vjetër, vetësim mos i bi.
Ma me që thonim në fëmijëve. Pra, iniciohet nga dikush, përplaset me dikë tjetër dhe e hani treti. Pra, e gjithë pesha e akuzës së 21 janarit, mbrapa, atë që ka trajtoj komisioni hetimor, më rezultonte që pak e kishte opozita kohës, si fokus. Kryesisht e kishte presidenti dhe krye prokuroria. Në rast se keni një perceptim tjetër, ma thoni, po unë të paktën këtë mbaj mend. Ndërkohë që skena ishte ekskluzivisht betejë midis përfaqësuesve të opozitës kohës dhe përfaqësuesve të pushtetit. Për motivet që dihen. Qartë. Pra, ju mbeteni të ideja, keni shpresë 21 janari. Unë jam gjithmonë pavarësisht nga doza të cilës e ja, por shpresa asnjëherë nuk duhet të na lë. Gjithsesi ne këtu do jemi dhe do flasim përsëri. Ka një shprehje Ylli. Ka një shprehje. Është shprehje një mendimtari që thotë, përderisa ne jemi këtu dhe po diskutojmë, kemi një lloj shqetësimi apo jo. Ai thotë, jam i shqetësuar se ende kam shpresë. Sepse po mos kishte shpresë nuk kisha ardhur këtu. Por dhe kjo tjetra është dhe kjo tjetra. Prisni dhe shpresoni që shpesh përfundon në... Po prisni dhe shpresoni, pastaj edhe kjo pjesë e jetës është. Tani, të kalojmë në 2-3 pyetje tjera. Patjetër. Të jashtë 21 janarit, ne përfitojmë nga rasti. Patjetër. Nga që unë të kam në studio dhe flasim për SPAK dhe situata politike në Shqipëri. Ka një ide, zoti Topi, ka situacion një ide, po shumë ide për SPAK-un. Ka një pjesë shumë e rëndësishme që thonë e madhe, po dhe një pjesë e mirë përvojësisë SPAK-u është një mekanizëm i domosdoshëm që po e ndihmon do ta ndihmojë këtë vend. Që ka probleme serioze në të çdo pikpamje. Sidomos në pikpamje të korrupsionit, të dekompozimit, si thua, të një shoqërie në këto 35 vjet, dhe më shumë se optimizëm është një zhgënjim. Të jemi realist. Por ka njerëz të tjerë dhe ato nuk janë pak, dhe të mençur një pjesë e mirë që thonë që nuk është e mundur që të krijohet një institucion me 20 veta, tani aq sa është, dhe të rregullojë një vend që është bërë gjysmë kalbësirë. Pra, ka një dilemë, një dyshim, se nuk varet se po të ishte kështu që 20 burra, lidheshin 20 burra në një vend të Shqipëria dhe rregullonin një vend të tillë në këtë gjendje, do ishte rregulluar gjithë bota. Dhe zgjidheshin gjitha. Tani, ç'më mendoni për këtë që tashun po dhe për veprimet e fundit? Ka lindur një debat për pezullimin të Ballukut, pastaj Rama thotë që kjo është një ndryrje flagrante në punë të ekzekutivit. Ju tani marrim këtë dhe pastaj zbresim dhe më te situata dhe te qëndrimi për opozitën. Vërtet opozita me gjithë fuqinë që ky SPAK është kriminal, një organizatë kriminale e krijuar të gjitha. Ç'a ndodhi jas? Se është s'ka gjë. Okej. Jo se ndodh ndonjë... Jemi direkt. Jemi direkt dhe një si muzikë dëgjova unë. Mirë, muzikë... Pastaj na i bëjnë... Muzikën edhe këto gjëra ta bëjnë si sigur ndodhi një gjë tjetër. Ja, nuk ndodhi që... Nuk kupton. Edhe ha... Atëre... Paka shumë se... Pra pyetje gjatë, u tuk pyetje gjatë. E kam një përgjigje. Çka parashtruhet, padyshim që flet sipas meje në funksion të eficiencës së SPAK-ut. Pse? Me një trup prokurorësh të kufizuar, aq se e kalon politika. 20 veta e.